Atëherë më letë, si gjithmonë, mbas verës, unë shkoja paguaja në momentin që më thonin. Ishte më duke dimër, si tani, do shte pak muaj më parë, nuk e di. Më lajmëruan prapë që do të mbyllet tringu, interneti i tringut. Që mos më mbyllej, shkova të paguaja muajin që të hapej interneti, kisha nevojë për internet. Ju luta. Unë gjithmonë kështu kam vepruar, nuk jam abonuar një vjeçar. Marr internet çdo muaj, paguaj, më hap internetin. Kur nuk paguaj, nuk më hap internetin, sepse s'kam internet. Dhe shkova të paguaj, nuk më dhanë për qamet, ke debit 40.000 lekë. Po aparatin e kam bler, nuk jep dyqani aparat pa bler. Jo, po nuk e paguar muajt, është debi. Po unë nuk jam kompani, as biznes kompanie që interesat përbashkëta dhe jo debi o idiotësira. Unë jam thjesht një blerës, jam një klient. Jam një klient që unë jap dhe marr. Kur s'jap, s'kam internet. Pra quhet biznes, tregti. Ti s'ke interes ta mbyllësh internetin, ti va mbyllë. Po nuk të dhash aparatin. E kam kod, do hidhet poshtë. Nuk të dhash se nuk arsyeton, vajzë. Aparati nuk ta jep askush, as një dyqan pa bler. Ose është falas plus internet, i bëni vetë llogarit, ose paguhet. Unë nuk e kapa interesin që t'ishte falas. E kam paguar kokër më kokër.